Sombi jetoi do të plagëve të rënda ndron jetë 7 vjeçaria e aksidentuar në qytetin e Fierit. Një voglushe vetëm 7 vjeç, e cila mbeti e plagosur rënd në një aksident rrugor, pak ditë më parë ka ndruar jetë në spital duke mos u mbijetuar dot plagëve të mara. Tragjedia nisi pak ditë më parë në unazën e qytetit të Fierit, ku automjeti me të cilën po udhëtonte e mitura humbi kontrollin në rrethana ende të pasqaruara plotësisht dhe u përplas dhunshëm me murin e një banese anës rrugës. Nga përplasja e fortë, 7 vjeçaria pësoi dëmtime të rënda në pjesë të ndryshme të trupit. Ajo u transportua me urgjencë drejt spitalit rajonal të Fierit, ku ekipi mjekësor u fut menjëherë në sallën e operacionit për t'i nënshtruar asaj një ndërhyrje kirurgjikale të vështirë. Edhe pse stafi mjekësor bëri gjithçka që kishte në dorë dhe luftoi me kohën për ta mbajtur në jetë, plagët e rënda rezultuan fatale për trupin e voglushes. Ajo ka ndruar jetë mëngjesin e kësaj të enjte në ambientin e spitalit. Kjo ngjarje e rëndë ka hapur një plagë të madhe dhe ka shkaktuar dhimbje të papërshkrueshme tek familjarët e saj, por edhe tek mbar komuniteti i Fierit, që shpresonte një mrekulli. Ndërkohë, grupi hetimor dhe autoritetet policore po vjojnë punën në vend ngjarje dhe po kryejnë ekspertizat e nevojshme për të zbardhur shkaqet e plota se përse drejtuesi i mjetit humbi kontrollin, duke çuar në këtë bilanc tragjik.